diskualifikonte me argumentin se oferta është anomalisht e ulët. Në fakt, më shumë mundësi ka që fondi limit të jetë fryrë që të kënaqet miku i rekomanduar nga lart. Më e pakta që mund të bëhej, duhet të anulojë tenderi pasi oferta vetme e vlefshme është gati sa fondi limit. Megjithatë, Bukurosh Maçi ka vazhduar formulën e favorizimit të euroteoremës. Një shqetësim na lind nga rezultati i tenderit. Rrugët nuk do të asfaltohen siç duhet dhe kush e di se kur mbarojnë. Kjo tabel tregon afatin e përfundimit të urës së Vodicës në Vlorë që po e ndërton Euroteorema Peqin. Objekti i cili po i kushton buxhetit të Bashkisë së Lenic gati 1 miliard lekë premtuese do të ndërtohej për 4 muaj. Kështu të paktën tregon tabela vendosur në hyrje të urës së vjetër që lidh fshatin Vodicë me rrugën Kurç-Qeparo. Punimet kanë nisur në muajin nëntor të vitit të shkuar. Pavarësisht se afati 4 mujor ka kaluar qysh në fillim të marsit 2026, firma nuk ka kryer as 70% të punimeve. Deri tani zbatimi i projektit është ende tek themelet, ku duket se duhen edhe shumë muaj të tjerë që të përfundojë ndërtimi i urës. Ky është tenderi i Bashkisë së Lenicë me objekt ndërtimi i urës së fshatit Vodicë me fond limit 995 milion lekë. Megjithse data shpatjes së fituesit është më 22 shtator 2025, punimet nisen në nëntor. Por kush e ndihmoi